Sekretarja e Marrëdhënieve me publiku në Partinë Demokratike në një dalje për mediat ditën e sotme ka akuzuar sërish kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj si përgjegjës për vdekjen e minorenit në landfillin e Sharrës. Duma ka theksuar se prokuroria duhet të hetojë rreth kësaj çështjeje. Krimi në landfillin e Erion Veliaj e ka origjinën në një skem të pastër korrupsioni dhe palishmërie. Pas një garë, pas një konkurrencë, i jep kompanisë italiane 49% të aksioneve. Firmën italiane, kompaninë pronare për mbetjet e Tiranës, edhe pse firma ka nisur punimet, nuk rezulton zyrtarisht administratori përgjegjës për landfillin. Kjo është e vërtetueshme thjesht, me një kërkim të thjesht në faqen e QKR-s. Me pikën 5 të vendimit të Këshillit e bëjnë direkt përgjegjës Erion Veliajin, i cili është i ngarkuar personalisht ai të caktoj administratorin e kompanisë. Këto fakte nxjerrin direkt përgjegjës Erion Veliajin për palishmërinë, për këtë krim dhe këtë aferë korrupsioni në landfillin e tij. Pse pas këtyre fakteve nuk po heton prokuroria, por sot është më së qartë që pas këtyre fakteve organi akuzës ka detyrimin të nisë ndjekjen penale ndaj Erion Veliajit.